Tash si lëngu është hazër dhe ky është një lëng perfekt. Me mos ble Pepsi e Cola që janë dhe shumë të dëmshme. Të dashur ndjekës, sot do përgatis një lëng me mos ble Pepsi e Cola që janë dhe shumë të dëmshme, ndërsa me kumllën e thatë edhe me hurmën e arabisë merr kalciumin si që duhet. I përdor këto lëngje, janë shumë të mira dhe për fëmijët dhe për të gjitha moshat. Sheqer do hudh vetëm 2 lugë gjelle, prandaj përdor dhe hurmën e arabisë. Lugë të vogël, gjysmë të vogël me limantoz, që i jep shumë shije, dhe ka marrë këtë kanën, ose broke si që them unë, me ujë të ftohtë, për të përgatit lëngun e kësaj oshafi. Tash nes vatrën, e lej sa të mori 3-4 minuta val, që të lidhet sheqeri me ujin, dhe në kohën që përzihet kjo, unë do t'i hudh nga i qik ujë të vokët, edhe hurmës edhe kumllës, për t'u zbut pak. Ujë i vokët, se këto janë pak të forta, edhe të gjitha frutat e thata, lagen në fillim, përpara i lenim 12 orë para, po tash nuk kanë nevojë, kanë ndryshuar ato kohë. Uji u zi, në fillim do heq ujin e hurmave, se këto janë pak më të forta se sa kumllat, dhe do t'i hedh një 5 minuta pare, të umëlsojnë edhe lëngun, se dihet që hurma arabis ka shumë sheqer. Ta stimuloj 5 minuta dhe pastaj do hedh kumllat. Hurma do lehen derisa të shpërthejnë, të zbuten pak, nda që i heq fare e kullon lëngun, nda që i ha, avash, kur ftofen këto bëjan shumë të shishme, dhe marr dhe shplaj edhe kumllat. Ashtu i lejmë rreth 10 minuta, të zidhe kumlla, që të lëshoj atë aromën e mirë edhe ngjyrën që i duhet këtij lëngu. Edhe oshafi përfundoj, e pik funellën, e kam lënë rreth 10 minuta, mbas valës që mori me hurmat. Ju thash që hurma duhet të zbutet dhe të lëshoj omëlsinë mrena në lëng, po mu më pëlqen gjithmonë ta shoqëroj me lëng të kthjellët, ndërsa kumllat i maj dhe hurmat i hedh poshtë, se nuk është në një hurmë cilësore që të zbutet mirë, është hurmë për ato persona që nuk e kanë xhepin në rregull nga ana ekonomike, them unë, dhe ky është një lëng perfekt.